Ju thatë se kjo ngjarje fshe brenda vetes edhe ndjejën e serbit tek Jozi dhe atë të shqiptarit Kosovës tek Gjesti. Çfarë doni të thoni me këtë rast? Nga një informacion që pata këto ditë ishte që ky djali, ky Jozi, pas ka thënë një fjali të cilën është edhe po ta themi nuk ka vlerë, po diçka provokuese ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe kudo ekzistojnë shqiptarë sipas kombëtanëve shqiptarë kudo që janë në botë. Nuk pranohet, është e papranueshme. Është e papranueshme që një person që madje të jem realist, televizioni Top Channel bëni punën më të mirë duke i bërë një nder Jozit, duke e rivendosur përsëri dhe duke i shpla figurën, sepse ai si viktim shkoi dhe tha që kërkoi ndjes. Po çfarë ndjese kur ti the një fjali të turpshme që vetëm serbi e thot? Dhe televizioni të bëri nder për të shplar atë mëkat që the, të rifuti atje për të shplar mëkatin përpara të gjithë kombit shqiptar. Dhe ti në fund fare tregove që je një serb, je një njeri që urren vëllezërit shqiptar, kudo që ata ndodhen. Fjalit janë asgjë, por atë që dua të them është edhe tek njerëzit kuptojnë. Jo çdo gjë që shkëlqesh flori apo diamant. Dhe dhunuesi që dhunon fizikisht është ai i cili e ka smundje të vazhdueshme. Dhe jo si dhunuesi që dhunon fizikisht e ka momentale se i doli shejtani, edhe duke i dalë shejtani ai filloi duke bërë provokime ndaj shejtanit. Pra, do të thotë që personi ka pasur të gjitha shanset që ja dha televizioni dhe nuk është se u bë stisur diçka, se t'ishte e stisur do kuptonte, ishte befas, në ato momente ndodhi asnjë s'kuptoi, kur ne si shikues nuk kuptuam ç'a ndodhi. Jo më televizioni, jo moderatori që ishte, as ai nuk po e kuptonte qarta se ç'a po ndodhte. Banorët ishin në një sistem në kështu të ngriu, si është griva shkriva. Pra as ato s'po kuptonin. Vetëm ajo që më bëri shumë çudi ishte ky Laert Vasili, si kur nuk shkoi aty, nuk e kuptova, e bëri për anën emocionale apo nga ana e të qenurit befas apo diçka tjetër aty, ajo më krijoi pa kuriozitet kuptoja, apo kënaqësi, nuk e di, këtë nuk e kuptova. Po gjithsesi, në aspektin e solidaritetit, unë nuk kuptoj që të jem kështu me the pa the. Unë normalisht kur godit dikush shkoj jap solidaritet, pra jap direkt ndihmën time. Kjo më pa bërë pak pikpyetje për Laert Vasili, pasi kam shumë pikpyetje për te, por gjithsesi është punë tjetër. Por nga pjesa e njerëzore dhe nga pjesa e ndihmës që u dha Jozit nga Top Channel ishte e pa imagjinueshme. Pra kërkove ndjes publike, pastron figurën tënde sepse je karrierë, pra ke karrierën tënde, ke këngëtar, pra nesër do të ofrohet një ftesë në Kosovë dhe po shkove ti në Kosovë më zotri, do të marrim me gura ata, se do të marrim ty me trëndafila. E kupton? Pra ti e shkatrove veten tate dhe duke shkuar duke goditur një kosovar, një shqiptar të Kosovës, një person i cili të pranoi të futesh, sepse unë të isha të thoja ky më ofendoi të futet brenda, o dalun, o futet ky. Ai çfarë tregoi njerëzit, tregoi diçka konkrete, të qartë, njerëzore, vllazore, jo si sa që duke sikur janë të bukur, po brenda zemrën e kanë të kalbur. Prandaj të dashur vajza, mos besoni djem që janë të pastër, të bukur, ata të cilët edhe veten e vet lyn 20 herë me krema, ose ata të cilët duken të bukur. Zemra nuk duket nga bukuria e jashtme. Truri është bukuri dhe zemra, jo bukuria e jashtme. Prandaj mesazh për vajzat, dhunuesi do ju bëj hipokritin, do ju sklavëroj, do ju degeneroj, do ju marri për vete, do bëj viktimën dhe fund fare do ju lej në shtëpi të kalbeni nga mesi deri në darkë, duke ju thënë nesër që kështu janë traditat tona. Prandaj vajza, kujdesni nga bukuroshat se kam frikë se fatura do të jetë e rëndë për ju. Si e lexoni faktin që si Laert Vasili ashtu dhe Rozana Radi nuk patën solidaritet të menjëhershëm kundrejt Gjestit? Prandaj mua më çuditi shumë veprimi i tyre dhe kjo që ndetën në atë moment. Okej, sekondat e para dhe ti mund të rrish pak kështu, po një ujë diçka e bën, është ana njerëzore.
ata ishin sikur po kënaqeshin nga momenti fantastik që po ndodhte ndaj gjestit dhe asnjëherë nuk bërën asnjë reagim ashtu siç duhet. Pastaj ajo lëvizi kjo vajza, kjo vajza Rozi, mos gaboj, edhe disa të tjerë lëvizën, bërën një veprim, por ai që më çuditi është Lajert Vasili, ai s'bër asnjë veprim, nuk e kupton, nuk e di, mase e mbajti për atër sepse ishte fjalia që bërën atë punën e fes. Tani të qenurit fetar, të jemi realist, nuk do të thotë që je edhe shenjtor, se ka njerëz që falen 5 ditë, apo falen 5 ditë 5 herë në ditë. Ka njerëz që shkojnë kish, ka njerëz që nuk shkojnë kish, ka njerëz të cilët mund të janë të alkoolizuar, po janë më fetar në aspektin e të qenurit besnik, ka ndryshime, pra nuk mundesh ti të reagosh ose të bësh një shfaqje të tillë duke mos vepruar, sepse ti pate një konflikt fetar me gjestin. Ishte një gabim dhe uroj popullit shqiptar, ata që votojnë në Big Brother, mos të votojnë Lajert Vasili, normalisht të votojnë gjestin, sepse ishte do të thoya një goditje e cila e ngreti gjestin përpara dhe besoj se do të ketë avantazh shumë të madh në fitoren që e pret me datën ose të shtunën e ardhshme. A mendoni se reagimi i tyre duke mos qenë solidar me gjestin ka të bëjë me faktin se edhe ata vetë kanë qenë, po themi në thojza, viktimat provokimeve të gjestit? Shiko, unë kur shikoj një lojë, e shikoj në lojë, pra çdo gjë është në lojë, nuk është se unë për shembull kam një problem personal me individin. Pra unë e bëj me lojë, kur kam një proces gjyqësor, unë nuk shikoj palën tjetër ta fitoj sepse kam ambicie personale që dua t'i marr pronën apo diçka se përfaqësoj klientin tim. Është një proces gjyqësor që unë e shikoj nga ana profesionale. Po e fitova nga ana profesionale, mirë, po se fitova, normalisht e fitova pala tjetër. E pranoj vendimarrjen, më kupton? Dhe në rast se dikush unë dyshoj që ka bërë një veprim korruptiv, unë e denoncoj dhe gjyqtarin dhe prokurorin, dhe palën tjetër në rast se dyshoj, kanë dyshimet e mia, por mua nuk mund të më ngeli hatri në rast se ai e fiton edhe pastaj unë do shkoj ta rraf tjetrin. Si nuk shkon kjo gjë, dhe nuk do më ngel, dhe unë nuk do kënaqem në rast se atit i ndodh një fatkeqësi dhe unë do kënaqem që i ndodhi atit sepse më fitoi gjyqin. Se nuk shkon kjo gjë. Prandaj mendimi im është që kur je në një lojë, kur je në një proces, normalisht për shembull të them një rast, pala tjetër i bjet fik, çfarë do të bëj? Unë do të trokitje, bravo, shumë mirë që i rat fik. Që jam në një proces dhe debatoj me palën tjetër. Prandaj unë mendoj që situata që jemi sot aktualisht tregon qartazi që ka individ të cilët akoma nuk kanë zbrit nga mali dhe nuk kuptojnë qartazi që loja është lojë